Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani 3 vezë në ditë për një javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Shumë nga ne i njohin vezët për nivelin e tyre të lartë të kolesterolit. Sidoqoftë, ka shumë përfitime shëndetësore të cilat i sjell konsumi i rregullt i vezëve. Në këtë video, sipas WebMed, do ju sjellim disa nga të mirat që do t'i sjellë trupit tuaj konsumi i rregullt i vezëve. Vezët të heqin në urinë. Vezët kanë nivele të larta të proteinës që i bëjnë vezët shumë të shëndetshme. Më e mira e kësaj është se ushqimet që kanë proteinë ju bëjnë juve të ndjeni të mbushur për një kohë më të gjatë. Lëkura, flokët do t'jenë më të shëndetshme. Vezët kanë nivele të larta të vitaminës B2, vitaminës B5 dhe vitaminës B12. Këto vitamina janë thelbësore për shëndetin e lëkurës, mëlçisë dhe flokut tuaj. Gjithashtu, këto vitamina ndihmojnë edhe në funksione normale të sistemit nervor. Kocka dhe dhëmbët të fortë. Vitamina D është thelbësore për shëndetin e kockave dhe dhëmbëve tonë. Kjo vitamin kërkohet për absorbimin e duhur të kalciumit dhe vezët janë ndër ushqimet e pakta natyrale që kanë sasi të madhe të vitaminës D. Vezët ju bëjnë të jeni më energjik. Siç e cekëm edhe më herët, vezët përmbajnë lloje të ndryshme të vitaminës B. Ato vitamina janë shumë të rëndësishme për trupin tuaj që ka konvertojnë ushqimin në karburant, i cili gjeneron më shumë energji. Vezët zvogëlojnë stresin. Vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore të cilat ndihmojnë në disa sisteme të ndryshme të trupit. Nëse ka mungesë të njërit nga këto aminoacide, ju mund të keni edhe më shumë efekte negative mendore. Vezët janë padyshim një nga produktet më të lira që ofrojnë proteinë cilësore për organizmin. Vezët janë ushqim i lirë i cili konsumohet nga njerëzit në mbar botën. Megjithatë, përfitimet që do të merrni nga konsumi i vezëve do të jenë të larmishme. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës që ruajnë në punën e shëndetit të muskujve dhe ngadalësojnë shpejtësinë me të cilët humbet masa muskulare. Vezët janë një zgjedhje shumë e mirë për të përfshirë në dietat tuaja. Do të ndihmojnë në ndërtimin e masës tuaj muskulare dhe gjithashtu do të mbajnë larg komplikacionet. Sigurohuni të përfshini vazhdimisht vezë në dietën tuaj. Ato do të ndihmojnë në reduktimin e problemeve të shëndetit dhe mbi të gjitha do të japin rezultate fantastike në masën tuaj muskulare. Vezët përmbajnë vitamina dhe minerale të cilat janë të nevojshme për funksionin e duhur të qelizave të trurit dhe efekteve të tyre nervore. Vezët përmbajnë vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në sigurimin e burimeve të qëndrueshme, të balancimit të energjisë dhe rritjes së performancës së shëndetit tuaj. Nëse doni të përmirësoni energjinë dhe të rrisni ekuilibrin e trupit, atëherë sigurohuni të shtoni vezën në dietën tuaj. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe e vitaminës A, vitaminës B2 dhe selenit, të cilat janë dëshmuar se përmirësojnë funksionet e sistemit imunitar. Nëse doni të keni një imunitet të fortë dhe të mos vuani nga komplikacione të ndryshme, atëherë sigurisht që veza duhet të jetë aleati juaj më i çmuar për të përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj ushqyese. Kështu do të merrni të gjitha lëndët të cilat trupi i ka të nevojshme dhe do të mirëmbani gjithashtu anën tuaj muskulare. Do ta keni më të lehtë të rrisni rezistencën e trupit dhe mbi të gjitha të përmirësoni edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sigurohuni të përfshini vazhdimisht vezën në dietën tuaj. Ato do të japin rezultate fantastike edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Kolinat e veza luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve që ndikojnë gjithashtu edhe në sëmundjet e zemrës, sepse mund të zvogëlojë nivelin e homocistinës, një aminoacid që lidhet edhe me rrezikun e sëmundjeve në zemër. Rritja e zhvillimit tuaj do të jetë më e mirë me konsumin e vezëve. Përmbajtja ushqyese e vezës do të kontribuojë gjithashtu në një dietë të shëndetshme dhe të balancuar të grave shtatzana dhe të fëmijëve, të cilët do të rregullojnë edhe sistemin e tyre imunitar. Vezët do të ofrojnë një përfitim më të mirë edhe për shëndetin e syve. Luteina dhe zeakanthina që gjenden te vezët ndihmojnë në përmirësimin e dietës së dhe shëndetit të syve kundër problemeve të shkaktuara nga verbëria. Proteina dhe cilësia e lartë e vezëve ndihmon në ruajtjen e peshës dhe shëndetit sepse zgjasin edhe ndjenjën e ngopjes. Pamje më e mirë.
Vitaminat dhe mineralet që gjejmë të veza përmirësojnë shëndetin dhe pamjen e lëkurës. Ato gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e plakjes së parakohshme. Sistemi i fortë imunitar gjithashtu kontribon në pamjen e shëndetshme dhe të bukur, ndërsa vezët ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një plus i madh edhe për mbrojtjen e organizmit. Veza është padyshim një nga produktet më të mira me vlerat jashtëzakonshme ushqyese, e renditur në top listën e 10 ushqimeve që nuk duhet të neglizhohen dhe duhet të konsumohen çdo mëngjes. A keni pyetur ndonjëherë veten se cila është veza e vyer dhe sa vezë është mirë të konsumoni në ditë? Sipas Med, rezulton se 1 deri në 3 vezë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse ato janë vezë omega-3, të cilat konsiderohen sot si super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega-3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të gjeni të listuar të mirat që i vinë organizmit tuaj dhe shëndetit nga konsumi të paktën 2 vezëve në ditë. Vezët do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet fal luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon në absorbimin e kalciumit. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë vezën e zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit. Sidomos nëse ato zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Por më tepër shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Do të filloni të humbisni peshën në mënyrë më të lehtë me konsumin e rregullt të vezëve në dietën tuaj. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezë për mëngjes, humbni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë të gjatë duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuara brenda një dite. Procesi i plakjes do të ngadalësohet. Kjo është më e dukshme nga burimi kryesor i shkencëtarëve holandez. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhduken dhe lëkura u pastrua. Te meshkujt, rrullat rreth syve u zbutën dukshëm. Kështu përfshirja e këtij ushqyesi në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj dhe mbi të gjitha, edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ndaj, konsumi i vezëve në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në rritjen e përmirësimit të shëndetit të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një mundësi për të marrë të gjitha këto përfitime. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteina dhe forcimin e muskujve, por me të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.